Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar, dhe jemi në rubrikën që i dedikohemi vetes tonë, shpirtit tonë, energjive tona, edhe mënyrës se si ne ndihemi më mirë, çfarë duhet bëjmë, si duhet mbrohemi. Për këto pikë pyetje që ne kemi, gjithmonë përgjigjen na jep trajnere shpirtërore zonja Sonila Vogli. Zonja Vogli, shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit ju. Ditën e sotme do të flasim për persona toksik, siç e njohim ne në gjuhën moderne. Si ta kuptojmë që kemi pranë një person toksik ose të mbushur me energji negative? E kemi folur edhe një herë tjetër, ndoshta në podcastin e parë që kemi bërë bashkë, që ndjenjat që ne kemi, ato gjërat që ne ndjejmë, domethënë apo se si ne kuptojmë që kemi afër një person që na heq energji, apo toksik, si ne mund ta quajmë, është që mbushemi me lodhje. Ne lodhemi kur jemi pranë atyre personave. Dhe kjo është hapi i parë që ne ndjejmë, gjëja e parë që ne ndjejmë. Pastaj mund të ketë disa aspekte të tjera që varet nga personi që kemi pranë. Domethënë, ku ai person e ka energjinë negative, në çfarë çakre, në çfarë qendre energjie ai e ka, ashtu do ndjejmë edhe ne. Ai na kalon, personi toksik na kalon ndjesit e veta dhe e kuptojmë këtë gjë kur ne zakonisht largohemi nga ai person. Që themi që po si është e mundur që unë nxeha për shembull kaq keq, apo si është e mundur që unë ndjeva në këtë mënyrë. Unë ndjeva kaq i lodhur apo unë ndjeva kaq i mbytur në një farë mënyre. Kur jemi në prezencën e tyre, e vetmja gjë që mund të vëmë re është që lodhemi, është që duam të largohemi nga ai vend, nga ai person. Si mund ta kuptojmë që një person toksik ndodhet tek ne gjatë një periudhe të vështirë, ku ne nuk jemi shumë të vetëdijshëm për emocionet tona? Është që ke vështirë. Është e vështirë sepse sa më shumë të pavetëdijshëm ne të jemi, aq më e lehtë është që të tërheqim persona që janë më toksik ndaj nesh. Domethënë, po që se ne jemi pak të mbytur me energji negative, do tërheqim dhe ata persona që që kanë të njëjtën tip energjie si ne. Dhe si mund ta kuptojmë, është pak e vështirë të dalësh nga ajo situatë. Ndoshta mund të na ndihmojnë personat e tjerë që kemi anës e përqark, mund të ndihmojë një shok, një shoqe, duke të thënë që ti nuk je ky, sepse ti po zhytesh gjithmonë më shumë në një energji negative, ti nuk je ky. Duhet të kapim ato senjale që na vijnë nga dashamirësit, nga ata që na duan të mirë, familjarët apo miqtë e mirë. Si ta dallojmë një person që është toksik pranë nesh dhe neve duhet ta largojmë, por nuk e largojmë dot? Të vendosësh kufijt e tu, të vendosësh kufij të mirë, dhe të mbrohesh dhe ta duash veten. Ky është hapi i parë që ne duhet të bëjmë për të bërë ne një jetë sa më të qetë. Nuk është asnjë gjë e keqe që të vësh kufi. Nuk është asnjë gjë e keqe që ta largosh një person toksik nga vetja jote. Nuk është asnjë gjë e keqe që ti të thuash mjaft. Deri këtu, këta janë kufijt e mi, mos shko tutje kësaj gjëje. Është madje ajo që ty të bën edhe që të tjerët të respektojnë gjithmonë më shumë ato kufijt e tu. Edhe të jenë të ndërgjegjshëm që nuk luhet me ndjenjën tënde, apo me energjinë tënde, apo me qetësinë tënde, atë paqen që ti ke arritur. A na ndikojnë negativisht pranë nesh personat që janë toksik, energjia e tyre? Na ndikojnë, po që se ne ja lejojmë që ti na ndikojnë. Është normale që sa më shumë energji negative të ketë një person që ne jemi afër. Kemi shpjeguar dhe një herë tjetër që trupi ynë energjetik prek trupin energjetik të tjetrit. Në momentin që e kemi ngjitur një person, ne duam apo nuk duam, ndjejmë trupin e tij energjetik, ndërthurim trupat energjetik. Edhe ajo energji na bën që të ndjehemi më keq, sepse ai person na ul edhe energjinë tonë. Ose më saktë, mbijetojnë këta persona toksik duke thithur energjinë tonë pozitive, duke ndërthurur pak a shumë si
dy janë uji, që një uji është i pastër dhe tjetri është i turbullt, që kur përfshihen bashk turbullohen të dyja, në atë mënyrë ndodh edhe me energjinë. Si mund të bëjmë ne kur një person toksik është brenda familjes tonë? Si mund ta shmangim? Mund të mbrohemi, ndoshta nuk mund ta shmangim, sepse jo shpesh, jo gjithmonë mund t'i shmangim njerëzit e familjes. Mund edhe t'i shmangim, mund edhe të mos i takojmë, po jo gjithmonë e kemi këtë mundësinë. Po kemi mundësi për të mbrojtur. Kemi mundësi gjithsesi që të vëmë kufi ndaj atij personi apo ndaj atyre personave të familjes që mund të jenë toksik për ne. Këtë mbrojtje mund ta bëjmë edhe duke i përsëritur vetes që asnjë gjë nuk do më preki energjinë time në momentin që unë po futem në atë shtëpi, edhe pse jam familjar, apo në momentin që do jem në praninë e këtij personi, që mund të jetë kushdo nga familja, edhe duke në një farë mënyre detyruar tjetrin të rrinë në energjinë e vet. Domethënë të mos afrohet në energjinë tënde. E bëhet kjo jo duke kërkuar me fjalë, por duke treguar me energji. Duke treguar që nuk duhet të afrohesh me energjinë tënde. Shpesh personat e familjes që mund të jenë toksik ndryshojnë mënyrë të qeni në prani të një personi që i ka kufijtë e mirë, që i ka kufijtë e tij të vendosur mirë. Po nëse në një rast paralel e kemi në punë të person dhe nuk e shmangim dot, mund të jetë një shef i yni, mund të jetë një përgjegjës, mund të jetë një person që të lidh puna dhe nuk e shmang dot. Do ta durosh në një farë mënyre. Po që se është një shef i yti, një person që nuk mund t'i thuash jo për diçka apo që nuk mund ta kundërshtosh, mund të bësh atë gjën tjetër, që në momentin që ti largohesh nga ai vend i punës, që ti kthehesh në shtëpi, të bësh një pastrim, që të paktën ajo energji negative që ti ke mbledhur gjatë momentit që je në punë, të mos ngeli gjatë pjesës tjetër të ditës. Sepse për fat të mirë nuk jemi në punë 24 orë. Kështu që në ato orë që jemi në punë mund të bëjmë një mbrojtje energjetike, që mund të jetë edhe një diçka apo një diçka që ti vë në trup, vë në dorë, një unaz që ti mund të mbash me një gur për shembull edhe të zi që thith energji negative, mund të vendosësh në nuk e di, tavolinën tënde të punës një objekt që të ndihmon për të thithur energji negative. Ka shumë objekte të tilla që mund të jenë ndihmë, gur për shembull, gjysmë të çmuar që janë ata gurët me ngjyra të ndryshme, zakonisht për të thithur energji negative funksionojnë mirë gurat me ngjyrë të zezë dhe ngurat me ngjyrë të kuqe, që çojnë në tokë energji negative. Mund të jetë edhe një bim e gjallë aty, për shembull një bonsai që është normale që dhe mund ta kesh në një tavolinë të zyrës apo të punës apo në një cep të zyrës, po që se ke një zyrë, edhe ato janë sende që të ndihmojnë që të purifikohet ambienti rreth e përqark teje. Një person toksik a është i barabartë si me një person narcist? Jo gjithmonë. Një person narcist përdor dhimbjen tënde për të arritur, për të ngritur veten e vet. Edhe është në gjendje që të kuptoj mirë se ku mund të depërtoj. Një person toksik jo gjithmonë është i ndërgjegjshëm. Nuk është e thënë që të jetë i ndërgjegjshëm që është toksik. Mund të jetë toksik edhe një person që është shumë i smur për shembull, që ka nevojë për një energji rinovuese, që të ndryshojë energji edhe thith energji në një personi tjetër, thjesht sepse është i smur atë ditë. Kështu që mund të bëhet toksik vetëm sepse është i smur. Mund të jetë toksik një person që ka mendime të këqija, që ka një çakër të zemrës për shembull të bllokuar goxha shumë, edhe mendon vetëm për të keqen në vend që të shohë anën e mirë, që nuk do të thotë që është narcist. Nuk ka të bëjë me narcisizmin. Por narcisti është pothuajse gjithmonë depërtues edhe toksik.
Si mund të largohemi nga një marrëdhënie toksike, ndoshta dashurore? Duke vënë prap kufi, duke e pyetur veten mirë se çfarë je duke dhënë dhe çfarë je duke marrë në një lloj lidhje. Që lidhja dashurore apo lidhje për jetën apo lidhje edhe miqësore të funksionojnë edhe të jenë në ekuilibër të mirë, duhet që çdo gjë të jetë e ekuilibruar. Domethënë që ti jep edhe merr të njëjtën në të njëjtën sasi. Duhet të jetë një ndërmarrje e mirë. Domethënë që marrëdhënie, prandaj e quajmë dhe marrëdhënie, merr dhe jep në të njëjtën sasi. Po qëse ajo pjesë që ti jep është e te i kaluar, edhe ti nuk merr asnjë gjë, ti jep më shumë dashuri dhe nuk merr mbrapsht dashuri, ti jep më shumë lekë dhe nuk merr mbrapsht të njëjtën sasi financiare, le të themi, në një marrëdhënie, ti jep më shumë kohë edhe nuk e merr mbrapsht kur e ke të nevojshme atë kohë. Domethënë je ti ai gjithmonë që je duke u përgjigjur për nevojat e personit tjetër. Në këtë rast bëhet toksike dhe në momentin që ti ke nevojë ai personi zhduket apo nuk të përgjigjet në të njëjtën mënyrë, atëherë duhet të fillosh të ndërgjegjësohesh që ka diçka që nuk shkon. Në momentin e parë të ndërgjegjësimit, fillon edhe të vësh kufit e tu. Fillon edhe të vësh disa rregulla. Për fat të mirë, duhet që në një marrëdhënie të ketë rregulla. Ne na duket ndonjëherë sikur dashuria nuk ka rregulla në dashuri, sikur dashuria është vetëm pasion, po pasioni është vetëm një pjesë fare e vogël e asaj pjese e asaj marrëdhënie që ti do ta jetosh ndoshta të jetën. Pjesa tjetër ka të bëjë me një marrje dhe dhënie të barabartë. A jemi duke bërë gabim nëse një personi që na lëndon dhe që është toksik ne japim gjithmonë një mundësi të re, ndodh shpesh? Në Firenze është një e thënë që mua më pëlqen shumë, një herë është mirë, herën e dytë je pak budalla, herën e tretë je budalla fare. Në Firenze kjo thënie është ka të bëjë me lidhje me një familje fiorentine që dha herën e parë, dha herën e dytë dhe herën e tretë humbi gjithë pasurinë dhe humbi nobiltetin e saj dhe përdoret emri i asaj familje për këtë thënie. Por kuptimi është ky, domethënë që në qoftë se ndodh një herë, ndodh dy herë, herën e tretë është pak e tepërt. Në qoftë se pas herës së tretë ti vazhdon të japësh pa pasur diçka në këmbim, atëherë nuk është e drejtë dhe duhet të ndërgjegjësohesh që nuk është e drejtë. Si mund ta heqim ndjenjen e fajit? Kur ne ndodh diçka në një marrëdhënie, jemi ne që e largojmë për shkak të këtij toksiciteti që ne ndjejmë, si mund ta largojmë ndjenjen e fajit? Ajo ndjenja e fajit është ajo që personi toksik përdor për të tërhequr prapë tek vetja jote. Ti mund ta heqësh atë ndjenjën e fatit duke dashur më shumë veten tënde, duke respektuar më shumë veten tënde, duke vënë pikërisht ato kufijt e mirë vendosur rreth asaj që je ti, që është e jotja, që nuk është e prekshme. Ne jemi një person i vetëm, ne kemi lindur vetëm edhe ata që kanë lindur binjak prapë vetëm kanë lindur, sepse edhe kur janë binjak edhe pse janë shumë të lidhur mes tyre kanë një individualitet të vetin, ne kemi lindur vetëm dhe ne do vdesim vetëm. Kështu që ajo pjesë është e shenjtë, ajo pjesë që është vetëm e jona, që edhe me të dashurin e zemrës, edhe me burrin, me gruan, nuk do të i kaluar. Respekti për vetveten është pjesa e parë që duhet të vendoset. Po të flasim me anën e çakrave, si dhe në anën e trupit, çakra e zemrës është ajo që vë kufijtë e tu. Edhe po qëse ne shohim zemrën se si është e krijuar, që është e mbuluar me kocka nga të gjitha anët, me kraharorin mbrapa dhe para, qëse ne e shohim zemrën në trup fizik, e njëjta gjë është edhe me çakrën e zemrës. Është e vetmja çakër që ka një mburoj anës e përqark. Në qoftë se të tjerat nuk kanë kufi, çakra e zemrës ka një mburoj anës e përqark. Dhe ajo mburoj, ajo pjesë, ai vend të përket vetëm ty.
Në qoftë se ne mësojmë se cilat janë kufijt tanë, se deri ku është respekti ynë për veten tonë, edhe kur personi tjetër është duke prekur atë respekt që ne kemi për veten tonë, është duke u futur, duke e kaluar atë kufi, duhet t'i themi jo, duhet të mësojmë t'i themi jo. A ndikojnë persona toksik tek vetbesimi ynë, të mënyrës se si ne i shohim gjërat, të mënyrës se si ne i shohim veten tonë? Shpesh din të lozin shumë me atë ndjenjën e fajit që ne thamë, edhe din të lozin shumë me çfarë ti detyrohesh, ti duhet, çfarë ti duhet. Ajo që unë kam qejf të them shpesh është që ti nuk duhet asnjë gjë. Më thënë ti nuk i detyrohesh asnjë gjë asnjë personi. Ka disa rregulla në shoqërinë tonë që ndonjëherë te i kalojnë atë që është kufiri personal. Edhe kur ky kufir personal te i kalohet, nuk këta persona toksik lozin më shumë, kur din ta kalojnë atë kufi personal. Po je dhe ti që ja lejon këtë te i kalim. Si mund pastrohemi ndaj një marrëdhënieje që na ka konsumuar shumë? Gjëja e parë është që duhet të rrënjëzohesh. Është e di që të rrënjëzohesh është një fjalë shumë new age, shumë e kohëve të fundit, le të themi, që ne nuk e kemi pas njohur ndoshta më përpara, po të jesh me këmbët në tokë dhe të rrënjëzohesh do të thotë që të kesh dhe të jesh i bindur dhe të jesh i qartë se kush je ti dhe se çfarë do ti në jetë. Në momentin që ti je i rrënjëzuar, pastaj gjërat e tjera vijnë dal nga dal. Në momentin që ti je i sigurt në atë që ti je, që ti do dhe që ti do të arrish dhe i qartë për këtë gjë, gjërat e tjera pastaj fillojnë dal nga dal. Edhe personat toksik, kur nuk kanë më asnjë gjë për të thithur ndaj teje, largohen edhe vetë. A na ndihmon distancimi, shkëputja e lidhjes emocionale ndaj një personi për t'i parë më mirë gjëra, për t'i parë më qartë? Të largohesh për një farë kohe nga një situatë që është duke të mbytur është gjëja kryesore që mund të bësh. Është e para gjë që ti duhet të bësh në një farë mënyrë. Në kjo të ndihmon edhe të qartësosh idet, edhe që ti shohësh gjërat nga më larg, nga më lart, edhe që të dalësh nga ajo energjie negative ku je mbytur. Po që se je brenda dhe je i mbytur në një situatë, duhet ose të kërkosh ndihmën e dikujt që i sheh gjërat nga jashtë, ose të bësh këtë hapin tjetër, që e bën edhe duke u larguar nga vendi apo personi, po edhe duke medituar, edhe pse je në të njëjtin vend. Sepse meditimi të ndihmon që ti të largohesh nga situata, të largohesh nga mendja. Si mund të kuptojmë që ka ardhur koha që t'i japim fund një marrëdhënieje? Pikërisht ato rregulla që u thatë pak më herët, pra një person që na ka konsumuar, një person që s'na kupton, një person që ne kemi dhënë shpesh dhe nuk kemi marrë mbrapsht atë që kemi dhënë. Këto janë disa nga motivet? Këto janë disa nga motivet dhe në momentin që ti sheh që ti ke dalë jashtëzakonisht, që ke dalë shumë nga vetja jote për të qenë në atë marrëdhënie, që mund të jetë marrëdhënie shoqërore apo dashurore, apo dhe familjare, është momenti që ti të thuash jo. Është momenti që ti të thuash boll, mjaft me kaq. Nëse mund të flasim për disa rregulla ose disa mesazhe, cili është mesazhi juaj ndaj personave që duhet të largojnë një person nga jeta e tyre, por kanë shumë të vështirë, kanë thuajse të pamundur ta largojnë ose mendojnë që e kanë pamundur ta largojnë? Fillo të njohësh veten. Fillo të vendosësh ata kufi apo të shohësh se ku është kufiri yt. Dhe të mos lejosh më atë person të ta tejkaloj atë kufi. E kuptoj që në momentin që ti je, si thamë përpara, i zhytur në atë lloj energjie, i zhytur në atë situatë, nuk është e thjeshtë që ta shohësh edhe ta gjesh hapin e parë që do bërë. Po duke filluar që të respektosh veten, gjëja e parë është respekti për veten, pastaj për të tjerët. Zonja Vogli, shumë faleminderit që ishe me ne në këtë hapësirë, faleminderit shumë për gjitha mesazhet, këshillat, por edhe këto rregulla që ju i thoni. Faleminderit juve.